ai cili tashmë është në kuadrët e ligës e parë të Kosovës në basketball, është trajneri Arnor Rifati, i cili është prej trajnerëve më karizmatik se përket sportit të basketbollit. E do të diskutojmë edhe për kombëtaren e Kosovës në basketboll, e cila befasisht apo edhe u turprua nga Slovakia, na tregon me trajneri. Trajner, mirë se erdhe dhe i bashkoj emisionin Pasdita Sportive. Faleminderit, kënaqësi të jem me juve në studio. Çdo herë privilegj, faleminderit edhe për prezantimin. Sa i përket asaj që thot befasi, mund të them befasi, nështë edhe jo befasi, pasi Slovakia u po që ka një skuadër kualitative. Slovakia po na trajnere. Na po është dhe me pyetjen e radhës. Çka ndodhi realisht? Them drejtën, unë fillimisht të keni pas rast edhe në portalin e basketbollit Assist Online e dhash një mendim që mendoj që mas pari përzgjedhja u kanë shumë e gabuar nga selektori përbërja e skuadrës, domethënë po që nuk ka rotacion. Kanë bërë përzgjedhje të lojtarëve që nuk kanë qenë aktiv në ligat domethënë përkatëse, në ligat tona, do thotë. S'po do mi përmend me emra, i dini krejt. Shumë ka lojtarë që janë kontendum, ka lojtarë që kanë 1 minutë 2. Do nuk janë ftu disa lojtarë që i kanë përmend edhe në portalin Assist Online, s'po do më monoton mi fol gjanat e njëjta non stop. Edhe onën tjetër, unë shumë mendoj që edhe Bardh Rexha ose Fisnik Rugova kanë me dhënë impakt, që ata nuk i kena përmend. Por kjo mendoj që është e para domosht të përzgjedhja, atëre tu e ditë që skuadra e Slovakisë ka size, edhe ka gjatësitë jashtëzakonshme, domosht këta tu pas me marr Sean Jonesin, që është në formë shumë të mirë te klubi basketbollit Trepça. E ka marrë Divine Morrison që është lojtar i perimetrit, është lojtar i mirë, edhe unë e kam pas lojtar ato, në 2020-21. Edhe mas pari mendoj që konstruktimi i skuadrës është bërë shumë gabim, edhe ajo kanë ditën që fitore nuk mund ta fitosh një shtet që ka lojtar ka 2-18, 2-10, 2-15, domethënë me kjo ka qenë me ne pi fillimit gabim, edhe them sinqerisht, aty Slovakia, sikur se të kishim ndonjë Kroaci apo ndonjë ekstra shteti që janë më zhvilluar, nuk është okay. Për shembull, e kena fituar Shqipërinë, e kjo Slovaki me Shqipërinë, me lojtar pak më të mirë që i kanë pas 2 mungesa kundër neve, domethënë kanë shku krejt lojën pikë në pikë, edhe fund kanë fituar 73-63 veç 10 pikë në Slovaki. Po nuk është një shtet që ka një ekstra basketball, ligën e kanë shumë më dobë se tonën. Edhe, por derisa na punojmë në mënyrë shablonike, domethënë punojmë veç me emra, na problem kena me pas sukses. Për shembull, po e marr një shembull. Lojtari Maroš Goljan, një 18 vjeçar, nëse ju ka rënë sy që dominojnë trapez, domethënë e përfundojnë ndeshjen me 18 pikë, 18 kërcime. Ky djalë në ligën e Slovakisë nuk lun asnjë minutë në ekipin e vet. Është shumë për mu çudit. E po selektori ka shku i ka përcjell gjitha ekipeve stërvitjet, edhe i ka rënë sy ky djalosh. Edhe në 2 ndeshjet, edhe me Shqipërinë, edhe me Kosovën, ky djalë po shpallet MVP në moshë 17-18 vjet. Po s'ka bëjmë një gjatësi të jashtëzakonshme, që mendoj që është një Euroleague prospekt, një prospekt për Euroleague. E kështu që dhe na pse mos ta bëjmë të njëjtën. Tash, nëse unë jam trajneri i klubit basketbollit Proton Cable Prizreni, jo Ponte Prizreni, ish Ponte Prizreni, ndoshta mund ta kem një sy të gabuar te X lojtari. Edhe ti nëse e selektor, ti vjen mashinist në video, thu që ky djalë mendoj që mund me pas impakt më pozitiv, po ndoshta që syn jam se ka kohë. Edhe ti e merr çat djalë edhe e çon përpara. Kështu që mendoj që ka edhe shumë lojtar që këte na mujnë me performu, jo në ato domon që çdo herë janë shambullon, domon na po e shohim që na tu dështu. Me emrat njëjtë. Shomati. Me emrat njëjtë, me trajnerat njëjtë. Hajde të bëjmë ndryshim. Këtu më shumë se me hup nuk ka. Ekipa rasysh. Kështu që mendoj që federata duhet mi hap syt, edhe duhet definitivisht është mëkat se këtyre un kom pas me trajnerin e Slovakisë një takim një ditë para ndeshjes kështu, pasi njihemi, edhe shka na bën mundi krenar është që
Liga, Superliga e Kosovës ka bërë bujë dhe nam në Evropë, po flitet për Superligën e Kosovës. Po flitet për klubet organizuar. Superligë naturalizuar, më shumë. Tash këshire, në çdo kun është me lojtar të huj, kjo është shumë normale. Po për me rujt nami, po normal, po shihet mos më kanë lojtar të huj me lojtar vendor që ki niveli. Po kjo është mungesë lojtarëve vendor, tash për shembull unë përmenda lojtarin tem Edmond Kryeziu, që nuk u ftu edhe mu me bashkëbisedim me mikun tim Dritër Sefajen, se dhe përshëndes, tash rivalin që kem për mu inkuadru në ligë, trajneri aktuali Dritës. Edhe më tha, po ai tha po luan ligë të parë. Po thash, edhe që tha lojtar që janë të luajtur në Super League, janë të s'po them krejt, janë 80% nivelit ligës parë. Do të thonë, çka e bën më të fuqishëm një klub basketbollit Super Ligës e ligës parë është lojtar të huaj. Na për shembull ligën e parë kena drejt vesh një të huaj me pas, në Super Ligë është 5. Le të heqin tash atë Super Ligës të huaj, po lym vesh me vendor edhe çaty jena. Njëjtë niveli. Do të thonë është niveli njëjtë, domethënë kjo po shihet me përfaqësuese. Është alarm, edhe është definitivisht për çdo kritik, edhe vetën e çes në atë listën e të kritikuarve, me çdo gjenerat jemi tmerrsisht top. Do të thonë vitin e kaluar në divizionin B me U20 e morëm vendin e 8 dhe bënëm një festë shtu që bënëm kampion botror. Do të thonë nuk është Kosova vend për mu gëzu për një sukses të vendit 8 divizionit B, po flasim jo divizioni A. Divizioni A është tjetër botë. Trajner, po ndalim pak të kombëtare e Kosovës. E përmende pak a shumë ku kanë qenë gabimet, por duke marrë parasysh që një Islandë e cila tashmë po poshtë edhe Lituanin, duke di çfarë niveli ka Lituania. Ku është Kosova, edhe pse nuk ka përparu Kosova, sepse pikërisht këtë Island viteve më parë kemi poshtur 2 herë, si brenda si jashtë. Po para 6 viteve kena poshtë. Edhe këto e diskutu me trajnerin Dritro. Me një kombëtare, me thuja me emrat pak njëjtë që janë sot. Edhe do të thotë që ishte Sean Jones, më duket se poshtë dhe fotografi. Ishte basketbollisti Onorim Zenele. Trajneri Marmarinos, si dhe do kom pas fat me pas, u kon rast pas disa viteve me to bashk. Pse ka ngec? Mendoj që ngecja është për shkak se fokusi kryesor është te rezultatet momentale. Fatkeqësisht, na shpesh kur jena mbledh në federat me prisit e klubeve, edhe kom thonë që sistemi punës tonë është i gabum, që edhe vetëm për fus në atë renditje me ju. Po nëse ju jeni rendit, e keni bo një vi që jeni mra po autobusit, nësë me dalë para juve, do të me majtë njëtën politik për me dash me zhvillu diçka. Po që nuk e kena mirë, nuk e kena mirë. Do të këtu janë të shku parët pa shumë të trajnerat të huj, që mendoj që disa janë për mu vlerësu. Si trajneri Trepçës Beqirakish, po disa tjerë janë këtu që vesh vinë me bo CV, do më dalin paret jashtë, dalin paret të lojtarët e huj, edhe nuk ka tu bo kur gjë për basketbolin fundamental, për basketbolin fëmijëror, do më për gjeneratat të reja. E tash me sa e dipi vitit kalum, federata ka bo një regull të mirë që është shumë klube. Do të dajnë 10% e buxhetit për gjeneratat të reja, nëse kjo është tu praktiku nuk e dime, që nëse na e në ligë por, është shumë e mirë, edhe duhet të investohet më shumë. Basketbolli vendor u bënë më shumë monoton zhverti për përsërit këto, po kjo është nuk ka sen dytë. Unë çdo herë kam thonë që Federata në bashkëpunim me ministrin duhet të bëj edhe një inspektim të shkollave të basketbollit, kush po mirë ato vëlla me basketboll, kush është trajner, a ka pedagogjit, a është njeri i edukum që mund është i nesër, ose unë me çu fëmin spaku, nëse nuk bëhet lojtar, mu eduku, kush janë ata, do bëhet mu bëni selektim, po këtu fatkeqësisht shoku Besmir këtu senet janë tu bëm pak ma shumë njërë kozmetike, projekte afat shkurte, s'po flasim për afat gjate, po as afat mes me ju. 25.000 euro litare ki pagu?
Une deri sot nuk kom arrit për këto vite cilën e kom klubin me pas 25.000 euro muin e komplet klubit, do të thonë. Edhe si ki po në ngjarjet fundi që u bë e madhe. Po, për mu ka thirrë edhe Kosova Press, do të thonë një gazetar që ne respektoj, në cilën vazhdimisht shkëmbejm mendime dhe ai një dy dhe ke është çudi, mu nuk vike diçka çudi se kjo diçka për neve nuk është e re se na që jena afër, na i dim që shkojnë gjanat njëta ki edhe si vjet. Do nuk është edhe si vjet ka të njëjtën. Po. Bashkë 25.000, jo, po 20-22.000, ka 18.000, 15.000, tash ku është 25.000 dhe 18.000 janë afër. E ki parasysh. Për shembull, skuadrat që kanë buxhetet i pat ju vet, ato lista ata dikun, ato pare normal që janë tu i harxhu. Do janë lojtarë që kanë kosto të madhe. Kështu që mendoj që kjo është ajo që e fola, na kena mungesa elementare. Na kena problem kur KQZ-ja i mbyll sallat, kur ka zgjedhje, na s'kena zgjidhje ku mi lojt. Përfaqësuesja erdh tash në Prizren e mbylli, domthon Sezai Surojin, që është normal është në kuadër të procedurave dhe protokollit të FIBA-s. M'falni. E ne u desh ato 3-4 ditë të akomodohemi në për disa shkolla, shishke jo edukat fizike, do më 2 ditë para ndeshjes me Kerasani s'ka mujtë edhe më ushtru. Do na nuk kena një sallë alternative dytë, e mendojmë për pagesë lojtarëve 20-25 euro. Nuk kena një maçin për shkak sigurisht se Trepça, që unë kom qep këtë ekipet me hec për para, mirë po unë them që një modul që duhet mund njek është klubi Trepça për momentin, që kanë fillu ka dole ata me hinë sistem të organizimit evropian. E kanë bleni maqin që i kthejnë topat. Tash e ka një kosto 8-9 euro, për shembull, nuk është nështë edhe i lirë, po është diçka që shumë nuk më ndihmu lojtarëve dhe talentëve të ri që mundën edhe verës me shfrytzu ato që ajo i kthejnë topat mirë automatike, nështë ta keni pas rast me... Mos më lodh me shkumë marë. Do bëna e vjetë veç e qetë pozicionin, plus ti bon atë countim, atë numrimin sa i shuton edhe sa i jep, është diçka shumë e mirë. E të pas nëse cilin me pas qatë klube që ato një, që nëse ka Prizren një, na mujna me shfrytzu na bashkimi femrat, ju basketi ose Junior 06, që jena 5-6 klube elitare në Prizren, e na i gjym paret ka 10.000, ka 15.000 të lojtarë të uj për një muj, që i japin ka, na bëjmë hajgare, them 2 gola, da din se, me thonë 2 pikë pje basketball marë, është me që ato pare, me kështu 2 gola, ka vlerën më të madhe, kështu që unë i kom kritiku shder, kryesit e klubeve janë për të dëshiruar. Trener, 3+2, sistemi, por që është këthyër, përësin e 4+1, e ma di ka skuadër që e përdurën në 5. Lojtarë të huaj. Po, qëra kjo 3+2 që është bo ma shumë për me dasht mi fuqizu edhe mi mbështet lojtarët vendor, cilët unë përmenoj që nuk e meritojnë. Përmenoj që Federata Basketbollit Kosovës bashkëpunimi me klubet kanë bo boll për lojtarët vendor. Do të thonë që tash nëse po flasim për këto dështime krejt, nuk janë krejt vetë institucionet dhe klubet, është edhe lojtarët. Nuk ka faj federata ose klubet që një lojtar s'din me lujt, që t'ja jep krejt mundësinë, ai shkon 2 javë, huq vet, hup gjytje të lira, ku ta di unë. X-ane. Kështu që mendoj që federata bashkë me klubet ju ka dhënë shumë mundësi lojtarëve. Tash naturalizum Armstead, naturalizum Sean Jones, Dwayne Miles, i cili nuk është tash në ligë, Scott Bamford, do në automatikisht u bot 4+1. Trepça 5 për përdor. Mikael Tmušić, i cili nuk është... Jo, Mikael Tmušić. Nuk është i lindër Kosovë. Pej. Nuk është që jeton në Malësi. Jo, ajo është tu nuk pajtona se Mikael Tmušić është pejan, është malazez i Pejës. Unë kom pas rast me një trajner të Pejës. Okej, na e dim që është i Malit Zi. Jo. Ai në Podgoric kur ka lujt në 2020-21, nëse s'jam gabim, ka lujt sikurse kosovar, me pasaport Kosovës, jo si manas. Te Timošić jena okej, edhe te Batën Tuna jena okej, edhe është i Mamushës, është një fshat këtu i turqve në Prizren, po
për shembull këta të naturalizuar që janë ti smunesh me qytet kosovar, se sot që ka lind njëri në Tavnik ose njëri në Gjinovc ose tjetri në Vranjevc. Do forte nga Gjinovc. Kështu që ideja jam kishte më qenë që mu konë 4+1. Unë kisha menu që kishin pas një ligë më të mirë. Fillt jam konë shumë kundër kësaj teze, kundër kësaj teorie, por tash po e shoh që është momenti që me 4+1 ekipet s'kan shans për shembull ta 4 minuta ka 40 minuta, do kanë me pas edhe vendor. Mi po mendoj që vendorëve kam i arrit pak në farë mënyrë përgjithësinë se janë shumë under comfort. Që ka lojtarë që thonë, po anin unë s'paluj unë, po marr parë, a dhe ka edhe prej këtyne, e mendoj që pak momenti që ja rrezikon pak edhe vendin, edhe komfortin, edhe komoditetin, mendoj që pak i grahin më shumë punës edhe hec edhe shteti përpara, po flas kuptimin e basketbollit edhe klubet gjithsesi. Liga e parë, sepse kemi shumë pak kohë, trener, kemi kaluar fyse edhe minutazhin, liga e parë, po ashtu kam dëgjuar që ke filluar edhe si aktor më vonë. Po kam marrë pjesë në 2 projekte verës dhe sa ishim në pauzë, edhe projektet, do 2 seriale i varfër dhe Zemrat lënduar, që isha shkurtë si mysafir për 3 epizode, pak për me rrit audiencë. Edhe pastaj një shoku imi, do nga ai serial, do Bedi Kiçina, që e përshëndes, e hapi një produksion të ri edhe më boni një ftesë, kështu. Unë i kallëzova që nuk që komfort, shumë prioritet. Edhe kështu në humor se jam edhe shumë prezentohet dhe në fillim jam karizëm pak kështu edhe në shoshni dhe në familje. Bashkëshortja i thej ke nanës që ky djali po don më të bëj aktor, jo thej djali më ka lind aktor. Pasi ky është me gestikulacione, kështu që një përvojë e re, kom pranuar ofertën, do të kom fillu tash shevesh kemi fillu xhirimet. Është diçka e re për mua, po më pëlqen pak më vik rutinës se tjetëve është basketbol, po ka më konë diçka që s'ka më konë shumë e gjatë, do më e shkurt, kështu që të falenderoj për komplimentin. Sa e përket ligës parë, shkurtim Liga parë ka qenë një sfidë e mirë për neve, pas 7 viteve që ishim në Super League, mendoj që ka pas klubi pak nevojë dhe me bo një refresh, edhe unë personalisht po edhe klubi, tani gjindemi të në vendin e parë, më s'gaboj kemi 12 fitore dhe një humbje, kandidat direkt e kena klubin e basketbollit Drita, me cilën e humbëm finalen e ligës e kupës. Se ligës parë, po. Por mendoj që aty pak ishte fajin është edhe jemi se një ndeshje më herët u suspendova me Istokun, e që shumë nuk isha në pankin, se për ndryshe unë kur jam pankin, finalet nuk i luj, ato i fitoj. Do më kom pas rast një jetën tem, 2 finale mi lujt, as tjonën se kom u. E që shumë mendoj që ka më konë një bete e mirë, Drita ka një organizim shumë mirë, dhe më vjen mirë, dhe të thonë drejten, se du me pas sa ma shumë ekipe të organizume të mirë, për me pas një ligë ma me firt, dhe kom pas rast edhe në përmjet një emisioni tjetër, mi bo edhe apel federatës, që unë jam çdo herë mund kanë thonë që ky vjet po don me rapi ligës e për çfarë po lyp mos zhenu. Mendoj që sistemi garave me 8 ekipe me 4 xhiro herë 7 loj o bo monoton edhe jena ndër shtetet të vetme në Evropë që kena ligën me çka çdo kuno të shkon rritje. E mendoj që federata duhet me shqyrtu këto shumë seriozisht. Me gjënash si vjet Asraovecia ose Vllaznimi ose kushdo që Prishtina, Ylli janë kretë rezikumta, se janë kretë ofër aty, të cila do skuadrë bjetë si vetë është gjyna, kanë organizim të mirë, kanë tregu lojnat mira, me një proton kebë prizeni është ka më kone, dijet, po edhe pse edhe Drita, më bëve dhe të ekipe, më bëve një sistemi garave pak ma jo i ngjeshëm sikur se kjo, kështu që kisha bo apel edhe prej studios tyje që federata ta mendoj mirë këtë ide edhe 4+1. Do vonë kjo është një diçka që po mendoj unë që ka me sjell të mirë për basketbollin e Kosovës. Arnori Fati, trener, mirë se së patëm, edhe ishte kënaqësi që të kishëm pjesë të pasdites sportive. Faleminderit për juve, e kom pas obligim moral, verës kena pas bisedu 2-3 herë, po nuk mujtëm, kështu që
një kohë e gjatë kur kalon edhe unë e një mungesën e kësaj studio, pasi që çdo hap edhe çdo sen që e kom bo, kom fillu, do bo një kohë në çdo pjesë e radio-televizionit Dugaxhinit, prej Kreshtika Arifit e tash me ty, kështu që edhe unë ndina shumë rahat, shumë mirë dhe ju dëshiroj edhe unë juve shumë sukses, edhe jam falenderues që nuk na harroni, na nderoni, e respektoni, një gjë të cilën reciproke keni edhe nga unë personalisht edhe nga klubi basketbollit. Proton Cable ishte krahasi, sidomos para iftarit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.